Po mendoja, Amerika ka arritur shifrën 40.000 miliard debit publik dhe pyetja ime është, si është e mundur që është shteti më i fortë në botë të ketë një debit kaq të madh? Si e keni bërë ndonjëherë këtë pyetje? Dhe tjetra, në qoftë se tani ka arritur shifrën 40.000 miliard debit publik, sa do të arri deri në vitin 2050? E dini? Ndiqeni me kujdes këtë material sepse është pak kompleks, por aq sa unë di, sepse nuk jam financier, por aq sa unë di doja që ta diskutoja me ju. Pra, si është ju që jetoni në Amerikë për shembull, ose jo dhe që jetoni në Amerikë, edhe ju të tjerë që gjendeni në vende të tjera. Shiko, fillimisht duhet të dini që në botë janë rreth 3.500 miliardera. Nuk ishte arritur kur një shifër kaq e madhe, sepse deri nga vitet 2000 ca ishin 1.500 miliardera, kurse sot janë mbi 3.500 miliardera. Dhe pyetja ime është, kur 1.000 nga këta miliardera gjenden në Amerikë, 1.000. Pastaj në vendet e tjera keni parasysh bota është e madhe. Dhe në të gjithë këtë rruzull, 1.000 janë vetëm në Amerikë. Dhe pjesa tjetër pastaj se ka edhe nga India, ka një në Indi, pastaj në vendet e tjera është një në Shqipëri, pra edhe 1 miliarder në Shqipëri, dhe ka dhe disa një në Greqi, mos gaboj, pra se cili vend ka nga 1 miliarder. Por Amerika, si që thash, ka 1.000, rreth 1.989 njerëz, pra rreth 1.000 njerëz që janë miliardera. Dhe ka një buxhet financiar shtetëror kolosal. Dhe pyetja ime është, si është e mundur që një shtet i tillë të ketë 40.000 miliard debit publik, që duhet të dini që ky është PIL, në qoftë do flasim për PIL, si i thon, buxheti financiar shtetëror, me një fjalë, ajo çka lëviz, që lëvron, ka arritur shifrën 101%, që do të thotë brenda vitit 2050, pak të kështu thuhet, do të dyfishohet. Pra, ku qëndron sekreti? Dhe pse gjithë ky debit? Shikoni, sipas disa ekspertëve, pretendohet që kur ka debite të mëdha, si për shembull ky i Amerikës, fillojnë ngacmimet e luftrave, sepse duhet të dini që luftrat sjellin para. Dhe në këtë rast, për shembull, perandori i famshëm Donald Trump, se mund ta quaj kështu me shaka, perandori i famshëm thotë që unë thotë do ndaloj luftën, si ishte ai në vitin kur ishte 2024. 2022, jo 2024. Dhe tha do ndaloj luftën, unë tha dhe më ai që do ndaloj luftën, ndalova tha 70 luftra që ishin gjithandaj, megjithatë dakord. I ndaloj të gjitha luftrat. Por më vonë e kuptoj që po duke ndaluar luftrat, u futën në debit akoma më shumë. Pse? Sepse ti kur ndalon luftrat, është çdo gjë normale dhe ti je i detyruar, nuk i vjen gjë askujt. Kështu që i jep para për të bler mallra dhe njëkohësisht edhe ata të shesin mallra. Por ka një gjë, sepse shumë prej këtyre vendeve që shesin mallrat, nuk janë të detyruar që të japin mallra aty, sepse e japin njërit që kushton më shumë, sepse Amerika, që është e vërteta, kërkon çdo gjë me shifra të ulta. Në fakt, ky ishte shkaku që vendosi edhe taksa, apo jo. Tani, duhet të dini dhe diçka tjetër, që në Amerikë janë kompanit më të mëdha, që është e vërteta, por ka diçka, kompanit offshore, ose kompanit që nuk bëhen shumë publike, por që janë kompani me investitor amerikan, tregohet që janë rreth 70% në botë. Kja u përsëris edhe njerë? Pra, në qoftë se ato që njohim, kompani të mëdha, si për shembull Meta, apo Google, apo YouTube, apo të tjera, ose dhe kompani për shembull të petrolit, të naftës e tjerë, që janë të deklaruara amerikane, në qoftë se do të shikojmë dhe të kontrollojmë mirë, rreth 70% e kompanive në botë kanë investitor amerikan. Dhe do t'ju them, madje edhe në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Maldëzi, po të shikoni, pjesa dërmuese e kompanive, duke filluar që nga kromi, nga mineralet të tjera, apo nga
kriptovaluta, apo të tjera akoma, ose edhe fibra optike, që e dim shumë mirë, për shembull që u bë vite më parë dhe u investuan qindra mira dollar, mos themi dhe miliona dollar, dhe është e kontrolluar direkt nga Amerika. Dhe mendohet që përveç atij që e bëri pra fibrën optike që e shtriu në të gjithë Tiranën, ka investitor amerikan, sepse investitorët e tjerë besuan në këtë strategji dhe ja dolën. Dhe nuk është vetëm në këtë, thash, në këtë fush, ka në çdo fush tjetër. Bile, para ca vitesh, kur do bënim emisionin, Enigma, më kërkuan, sepse kishin disa informacione në një vend të Shqipërisë, që nuk mund ta them dot emrin, më kërkuan disa gazetar dhe më tha, një gazetar, jo disa, dhe më tha, shiko, ka një vend, tha, e më tregoj se çfarë kishte në atë vend, dhe një vend i çuditshëm që të qellonin pa paralajmërim nëse i afroheshe atij vendi. Po flasim nga vitet 2011, 2012, nuk e di nëse ekziston më. Dhe si përfundim, dihet që ishin zhdukur një 2-3 barinj që kalonin aty, sepse çonin dhënë deri atje dhe nuk dihet se si për këta ishin zhdukur. Dhe ky më thot mua pse nuk bën thot një kronik thot për këtë. Kur e kuptova se si ishte gjendja, që eliminonin këdo që afrohesh afër. Merrem mend tani që të flisja në një mënyrë gazetareske në një televizion, të thoshe një gjë të tillë, sepse ka edhe disa vende të ruajtura për sigurinë e shtetit dhe nga sigurimi i shtetit, qoftë shqiptar, por edhe i huaj, që duhet ta ruajnë atë vend, dhe unë nuk mund ta bëj dot publik. Pse gazetarët e tjerë pse nuk e bën? Pse duhet të prisnin mua të gjithë që të veja ta bëja unë? Për çfarë arsye? Pra, nuk ishte vetëm ky mendimi që bëra unë, por mendimi tjetër ishte ka disa gjëra që nuk duhet të bëhen publike, sepse mund të vënë në diskutim edhe rrezikun e një shteti apo të një kombi ose dhe të një kontinenti, si për shembull Evropa. Dhe nuk mundesha që ta bëja atë. Por thash që aty tregohet që edhe aty kishte investitor të huaj. Dhe tjetra është që në këto investime, në të gjitha investimet, ata që kanë akseset, që kanë ato aset që quhen, janë ata që fitojnë në të vërtet. Sepse ata shkojnë, e para njerë shkojnë në një vend të sigurt, dëgjoni me kujdes, shkojnë në një vend të sigurt, me investim të sigurt, por dhe në qoftë se do të ketë probleme, ata i shoshisin problemet. Sepse u mjafton një telefonat. Kështu që çdo problem që mund të bëj, sepse prek ata personalisht, financiarisht, por ndoshta edhe politikisht. Kështu që atyre u mjafton një telefonat dhe mbaroi filmi. Dhe ndaj janë të lidhura me njëra tjetër kaq ngushtë gjërat, saqë nuk e keni iden. Dhe të gjitha këto të ardhura, si ju thashë më përpara, shkojnë në një vend të caktuar. Kështu që si është e mundur këtë po thoshja që të gjitha këto të ardhura shkojnë në vend të caktuar dhe si përfundim ai vend ka një debit kaq të madh. Pra 40.000 miliard për Amerika, dollar, që është 101%. Ka arritur shifrën 101%. Bile, në gjithë botën, jo vetëm në Amerikë, por në të gjithë botën, shtypen para. Çdo ditë shtypen para. Këtë duhet ta dini. Dhe pyetja është, sepse nëse shtypen para, pse nuk bëhet, nuk ka inflacion kur shtypen para çdo ditë? Sepse ti nëse shtyp copa letre, ti duhet ta përballësh atë me si quhet, me mallin, me shitje blerjen dhe me shifrën aktuale të gjithë buxhetit. Pra pasurinë aktuale ti duhet ta masësh, sepse ajo është. Ndryshe, nëse do të ketë inflacion, do ulen çmimet e shtëpive, do ulen të dollarit, të floririt e tjerë. Por që të gjitha këto janë rritur ndonse parat shtypen çdo ditë. E keni bërë këtë pyetje apo jo? Unë them se ky është çelësi i gjithë. Nuk do ta dëgjoni as gjikundi këtë. As gjikundi do ta dëgjoni. E dini se çfarë do thotë kjo? Dikush shtyp para që t'ja jap dikujt tjetër, që ai të luftojë me ato para, që të vë poshtë të tjerë që kanë para. Nuk e dim kuptuat. Pra, në qoftë se jemi të barabartë, jemi 3, për shembull, që ta kuptoni më mirë.
1 miliard njëri, 1 miliard tjetri dhe 1 miliard tjetri, nga 1 miliard secili. Dhe luftojnë mes njëri tjetrit kush të marrë më shumë, që të marrë akset dhe të ketë investime të frutshme, dhe shikojnë që të gjithë janë në të njëjtin nivel. Tani çfarë bën njëri nga këta? Ai që ka pushtetin normal, që ka pushtetin mbi këta ose mbi nënpunësat e tyre, dhe ç'bën? Ai shtyp para dhe thot tani merri këto thot dhe bli asetet tjera thot dhe vendosi thot në treg këto para. Me një fjalë, më dha para ose njërit nga këta i dha para, 2 fishin për shembull, që ti investoj ato dhe i vë poshtë të tjerët, i shkatërron. Dhe parat janë gjithmonë aty, por shkatërroj ata. Kështu që është një forcë kaq e madhe sa që nuk e keni iden. Duket kaq e thjesht, por është shumë komplekse, çdo gjë. Pra edhe luftrat që bëhen, edhe këto diskutimet politike, të gjitha këto, edhe problemet që ndodhin për sa i përket ushqimeve ose investimeve në mbar botën, dhe ato investime që ndonjëherë edhe zhduken, për shembull në kraket e fuqishme që kanë ndodhur në vitin 2000, në vitin 2004, në vitin 2008, pra të gjitha këto, po të shikosh që të gjitha këto kanë një projektues pas, sepse parat kanë qenë, janë dhe gjithmonë aty janë. Por pyetja është ku janë, ku shkuan pastaj, sepse parat janë gjithmonë aty, por duhet parë ku shkuan, sepse diku shkuan. Pra lëvizjet që bëhen gjithandej, ato që bëri dhe presidenti Trump, janë lëvizje për të marrë pushtetin gjithmonë në dorë. Kështu që për të patur kontrollin dhe të marrë pushtetin gjithmonë ta kesh nën kontroll. Dhe Amerika e ka nën kontroll gjithë botën, ç'është e vërteta. Dhe tani me këto lëvizjet e fundit që u bën të këtij viti, pra me këto lufta gjoja, u rrit akoma më shumë dhe do ta shikoni pas pak. Me një fjalë, le të rritet debiti, sepse lexova disa që thonë që kanë debit 40.000 miliard, le të rritet debiti. Por ajo që kanë, disa thonë që u rrit debiti dhe Amerika po humbet vlerën dhe po humbet potencën, s'është e vërtet. Absolutisht jo. Ja u them, tani mes nesh ka dhe ekspert, ndoshta unë gaboj diku, kështu që më thoni ju nëse kam të drejtë ose jo. Megjithatë, ky është mendimi im, dëgjojeni edhe një herë tjetër videon, sepse padyshim dikush ndoshta nuk e kuptoi mirë, ndonjëherë edhe duke sikur humbas fijen, por po ta dëgjoni me kujdes do kuptoni shumë gjëra. Megjithatë, pres komentet tuaja, ditë të mbar.